Ja pra dhe shtëpia ime në fshat, sigurisht e lënuar, për arsye se këtu kur regjimi komunist mbaroi, kjo është thjesht rrugë këmbësorësh, të gjitha lagjet tjera që shifen, duke për marrë edhe temën, edhe stanishet, edhe pjesa ku është shkolla në Cicuballart, nuk ka rrugë makine. Me rënien e regjimit komunist, rruga makinës ngeli pikërisht mbi fshatin e Simiqoj. Do të thotë ja të kemi Gjallicën edhe tani duke perëndu dielli poshtë në grikën e Thjerëzës. Do të thotë vetëm mashtrime nga deputetët dhe politiqenët, ku për të kompletu rrugë të fshatit tim me makineri të soqme nevojitet jo më shumë se 300.000 euro. Nuk po flasim për asfalt, po flasim thjesht për rrugë. Ata pak banorë që kanë ngel duan të jetojnë, por rruga makinës po i kushtozon edhe po i detyron për me ikë. Së fundmi ishte Milaimi, një bashkëtar imi që ra me shtëpi në Kukës mbas 30 vjet të pritjesh dhe mashtrimesh nga partitë antishqiptare PSD, me 300.000 euro që një deputet i ka thjesht 10 shishe vend ose 3 faristrada. Fshati im dhe shumë shqiptarë në për fshatra tjera të izolume vuajnë braktisjen. Po të ishte rruga, do kisha restauru shtëpinë deri diku me ato mundësitë e pakta. Këtë murin e thatë, por nuk ke mundësi të bish një ranë ose qiment, sepse duhet nga pjesa poshtë duhet me i bajt me kal ose gomare. Kështu që vazhdoni të mashtroheni nga politiqenët, por situata në teren është e keqe.